Në natën e 12 janarit, në rrjet nisën të qarkullonin pamjet nga dasma e Blerës me partnerin e tij të re, Eronitën. Çifti dha fund beqarisë në një event me shumë të ftuar, por komentet nuk kanë munguar. Për Blerën kjo është martesa e tretë pas asaj me Teuta Krasniqin, me të cilin ka një vajzë, Taren që nuk mungojnë në dasëm dhe me afron Adikën. Ndryshe prej tyre, bashkëshortja e tij nuk është figurë publike dhe pak dihet për të, por megjithatë rrjeti reagoi përmes komenteve duke thënë: "Uroj të jetë torta e fundit, si nuk përton të martohesh, nuk pas ka punë tjetër veç se të martohet, e të ndahet, e të tjera." Por Blero ua ka kthyer përgjigjen përmes një postimi më smiri. Ajo duket sikur më plast, gëzuar për dashurinë, shkroi ai në një foto nga dasma ku shfaqet duke kërcyer dhe normalisht duke treguar që përshtypjet dhe komentet e njerëzve nuk kanë fare interes për të, e pa urime. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.